Gërmime arkeologjike kanë filluar në kështjellën Rabat në Mardin në Turqinë juglindore, duke zbuluar mbetje historike që datojnë rreth 2000 vjet më parë, thanë zyrtarë dhe studiues. E vendosur në fshatin Hisaralti në rrethin e Derikut, fortesa e lashtë shtrihet në një sipërfaqe prej 5.5 hektarësh dhe ndodhet në një lartësi prej 955 metrash. Besohet se është ndërtuar gjatë epokës sovon-romake për të mbrojtur karvanët tregtar dhe për të mbrojtur rajonin nga pushtimet sasanide, duke i referuar një perandërie persiane. Me lejen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, gërmimet po kryen nga drejtori i Muzeut Mardin së bashku me arkeologët. Për shkak të mungesës së aksesit me automjete, ekipi duhet të ecë rreth 1 orë e gjysmë për të arritur në vend. Pasi mbërrin atje, ata punojnë me kujdes rreth kullave të vrojtimit, fortifikimeve, kishave, altarëve, varreve shkëmbore, strukturave të banimit dhe kanaleve të ujit të kështjellës. Ekipi i gërmimeve shpreson të restaurojë dhe të shfaqë strukturat e ruajtura mirë për të krijuar një rrugë të re turistike kulturore në rajon. Arkeologët shprehen se duan ta hapin për turistët në mënyrë që të gjithë ta shohin. Ata shpresojnë që gjatë gërmimeve do të shfaqen struktura edhe më të bukura.